Gjeneratën Z, thua. Por nga ana tjetër, problemi është po prap niveli i papunësisë tek të rinjt është tepër i lartë. Dhe këtë e them dhe nga eksperienca. Sepse shoh që kam student masteri, madje edhe me rezultate ekselente nga bachelori, kanë aplikuar, sidomos në administratë publike, edhe pse me idenë që administrata publike DAP-i pra ka vende shumë pune. Po, me idenë që mund të që s'ka aplikime, ndërkohë që s'është e vërtetë, është komplet realitetin i ndryshëm, sepse akoma ne jemi një vend që do futemi në Bashkimin Evropian, pa akoma kemi mungesë meritokracie në punësimin e administratës publike, edhe tek të rinjt e ekselencës, pra patjetër që kemi shembuj të mirë se ka edhe të rinjt e ekselencës që janë punësuar në administratë publike, po ka nga ato të rinj që s'janë punësuar. Në aspektin e biznesit, problemi tek bizneset është fakti që bizneset sot, bizneset për shumë profesione të kualifikuara, pra ato profesione që kanë diplomë sot, nuk është se kanë paga të larta. Pra bizneset sot paguajnë dhe për shkak kërkesës tregut punës, më shumë për ato cilët janë profesione që konsiderohen si të nënvlerësuara. Pra sot kemi student me diploma, nga ana tjetër kemi të diplomuar pa eksperiencë pune, pa aftësi praktike, normalisht kur shkon te biznesi ka kohë se do ta trajnojë. Ky i ri nuk e shikon të ardhmen në Shqipëri ose nuk është shumë i përgjegjshëm, do të thoja, sepse biznesi nga një anë